Qendra numërimit të kutijave të votimit për kandidatët dhe të tjerë së Zair Suroj në Prizren sipas përgjegjësit të Nusret Pytyqi, që nga sot tashmë është në vlugën e punëve të mirë organizuara, sepse deri mbrëmë ka pasur probleme me rrjetin e internetit, derisa sot janë vurë në binar të gjitha angazhimet e kësaj qendre numërimi. Po për momentin numërimi ka qenë me pengesa, deri ditën e djeshme kemi numëruar vetëm 9 votime. Pastaj e kemi bërë funksionalizimin e rrjetit e internetit djen pjesën e dytë mbas dite, nuk kanë mundë ekipet me punu sepse nuk ishte kushte të mjaftueshme. Sot kemi startu me 12 ekipet të numërimit dhe besojmë që ndoshta mbrana 3-4 dite mund ta përfundojmë numërimin. Ai tha se deri tani janë numëruar afër 20 kuti, por që deri nesër ky numër do të rritet dukshëm sepse më tani janë aktivizuar 12 pika numërimi dhe nga numri i gjithë përfshirësve të kutijave janë 236. Po gjithsej janë 236 kutijat numërimit. 9 janë faktikisht 9 vend votime janë numëruar dhe 12 sot dikun 20 vend votime për momentin janë. Besojmë që deri në ndrimin në ora 4 kur përfundon ndrimi do të jetë numri pak më i madh, pastaj numri vjen ndrimi i dytë prej orës 4, atëherë kemi më tepër mundësi me numëru. Po ndoshta më herët, po parashikimet nëse shkon me këtë tempo, besoj që shkon më shpejt se i kemi domosdoshmë funksional edhe internetin mirë, çdo pajisje është funksionale, nuk kemi probleme, besoj që do të kryhet më shpejt. Presim tha brenda pak ditësh të përfundoj.